Ne kemi bërë kërkesë pranë KLG-s për konstatimin e marrimit mandatit të Irena Gjoks, për shkak se kur ka marrë mandatin nuk ka patur kriteret përcaktuar në ligj për të qenë gjykatëse, pasi kishte një vendim penal që kishte marrë formë të prerë. Pra, kjo qëndron në detyrë duke shkelmuar kushtetutën e vendit, duke shkelmuar ligjet me 3 pesta që diktojnë asaj largimin e menjëhershëm për veprat që ka kryer. Janë cënuar 3 ligje, të cilat e çojnë në burg ata që i shkel, dhe kjo ka shkel këto 3 ligje në mënyrë ekzemplare. Natyrisht ju garantoj se kjo çështje, me këtë çështje gjykata e Strasburgut, sigurisht jo vetëm rastin tim, se nuk jam vetëm unë këtu. Këtu janë me qindra procesa dhe këta përpiqen ta mbyllin këtë gjë, pikërisht me këto procedura, por se mbyllin do të kur. Ikona e zezë e këtij sistemi George Sorosit, ajo vazhdon, mbahet në ta shtuquiturin hetim paraprak pa emër të Altin Troplinit, formë hetimi që ky bashkëpunëtor në krime e përdor për të mbrojtur kriminal.